Alba po e ndjente se muret e shtëpisë së Big Brotherit po i afroheshin çdo ditë dhe më shumë. Në fillim gjithçka i ishte dukur lojë, dritat, kamerat, zërat e njerëzve, emocionet e garës. Por tani, pas kaq javësh, shtëpia i ngjante një kafazi të bukur, të lyer me ngjyra, por prap kafaz. Ajo nuk duronte më. Mbi të gjitha, nuk duronte dot mungesën e Limin. Kur kishte hyrë në lojë, i kishte thënë vetes se do të ishte e fortë, se nuk do ta lejonte asnjë ndjenjë ta rrëzonte. Është vetëm një eksperiencë, i kishte thënë Limit natën para se të nisej. Ai kishte buzëqeshur, i kishte rregulluar flokët dhe i kishte thënë, shko dhe fitoje botën. Por tani bota e saj ishte zvogëluar në një dhomë gjumi me 12 shtretër, në një obor me bar artificial dhe në një mikrofon që i rinte varur në gjoks si një zemër e dytë. Mëngjesi që e theu. Atë mëngjes u zgjua para të gjithëve. Kamera e kapi teksa rinte ulur në kuzhinë me një filxhan çaji që ishte ftohur në duar. Të tjerët flinin ende. Vetëm shurma e kondicionerit dhe një melodi e largët nga regjia mbushnin hapësirën. Ajo mendoi për Limin. E kujtoi mënyrën si ai zgjohej në mëngjes, gjithmonë i çrregullt, me zërin e trashë nga gjumi. E kujtoi si e thërriste Albës dhe si i thoshte se ajo ishte njeriu më i vështirë dhe më i bukur që kishte njohur ndonjëherë. Këtu brenda askush nuk e thërriste ashtu. Këtu ishte vetëm Alba, banorja. Një personazh. Ajo u ngrit, doli në obor dhe mori frym thellë. Kamerat u kthyen drejt saj si sy të zinj. Në atë moment e kuptoi se nuk po luante më, po humbiste. Biseda në dhomën e rrëfimit. Big, dua të flas. Zëri i saj jehoi në dhomën e rrëfimit. Drita e kuqe u ndez. Ajo ul në kolltukun e budh, por trupi i rinte i ngurtë. Unë nuk po mundem më, tha ngadalë. Kam ardhur këtu për një ëndër, por po e humbas veten. Nuk po e njoh më Albën. Zëri nga altoparlanti e pyeti pse. Sepse më mungon jeta ime. Më mungon Limi. Nuk e dija që njeriu mund të dhem kaq shumë ngalla. Argësia. Unë po marr frym, por nuk po jetoj. Lotët i erdhën pa e pyetur. Ajo i fshiu shpejt, sikur të kishte turp prej tyre. Po mendoj të largohem, pëshpëriti. Ndoshta nuk jam bërë për këtë lojë. Sy që gjykojnë pa zë. Banorët e tjerë e vunë re ndryshimin. Alba nuk qeshte më si më parë. Nuk hynte në debate, nuk provokonte, nuk këndonte mbrëmjeve. Arbeni i tha një ditë në kuzhinë. Po na ikën nga duart, vajzë. Këtu duhet me luftu. Ajo buzëqeshi me zor. Unë nuk kam ardhur të luftoj me veten. Mira, që e kishte shoqen më të afërt aty brenda, e mori mënjan. Mos e lër lojën për një burr, i tha. Asnjë mashkull nuk vlen sa ëndra jote. Alba e pa gjallë. Po nëse ëndra ime është ai? Mira nuk pati përgjigje. Nata e shpërthimit. Gjatë spektaklit të së premtes, moderatorja e pyeti drejt për drejt. Alba, publiku po sheh një tjetër version tëndin. Çfarë po ndodh? Ajo e ndjeu zemrën t'i rrite deri në fyt. Dritat, duartrokitjet, fytyrat e banorëve, gjithçka i u duk si hija pas derës së hapur. Kush po e largon vërtet Limin nga Big Brother Kosova? Largimi i Limit nuk ishte thjesht një dalje nga loja. Ishte një enigmë e lënë për gjysmë, një fjalë e thënë me gjysmë zëri dhe një derë që u mbyll pa shpjegim të plotë. Në shtëpi dhe jashtë saj lindi pyetja që ende nuk ka përgjigje, kush po e largon Limin? Kur ai doli para banorëve dhe tha se kishte lënë një shënim jashtë, se nëse ndodhte ajo gjë do duhej të dilte menjëherë, të gjithë menduan për diçka familjare, për një arsye personale. Por më pas erdhen fjalët që trazuan ujërat. Kur ti biesh derës time, hyr vetëm nëse ke fituar. Ndryshe jo. Kjo fjali nuk i drejtohej askujt tjetër përveç Albës. Dhe aty nisën të gjitha dyshimet. Apo e largon produksioni për arsye që nuk bëhen publike? A është presion nga jashtë, nga familja e tij? A është një strategji e Limit për të kthyer në mbështetësin më të madh të Albës jashtë mureve? Askush nuk e di me siguri. Në shtëpi versionet janë të shumta. Disa banorë mendojnë se produksioni ka ndërhyrë pas tensioneve të vazhdueshme rreth tij. Të tjerë besojnë se Limi vetë ka kërkuar daljen, i lodhur nga pesha emocionale që mbante prej javësh.
por ajo që e bën historinë më të ndërlikuar është lidhja e tij me Albën. Një raport plot përplasje, xhelozi, afrim dhe largim. Një histori që nuk u sqarua kurrë deri në fund. Kur ai tha se do ta mbështes nga jashtë, shumë e lexuan si deklaratë dashurie të fshehur. Të tjerë si kusht të ashpër, fito që të kesh vend pranë meje. Alba mbeti e ngrirë kur e dëgjoi. Nuk qau, nuk foli gjatë, vetëm përshpëriti. Unë luaj për veten. Por sytë e saj tregonin tjetër gjë. Produksioni nuk dha shpjegim të detajuar. Dhe sa më shumë heshtje, aq më shumë teori. Në rrjetet sociale u krijuan dy kampe, ata që besojnë se limi u shtyr të largohej dhe ata që mendojnë se po ndërton një strategji të madhe jashtë për ta bërë Albën fituese. Fjalët e tij tingëllonin si amanet. Do të jem jashtë duke të parë. Por dua të vish. Fituese. A është kjo dashuri apo kontroll? Mbështetje apo kusht? Disa banorë e komentuan hapur. Lëndrimi tha se limi po bën lojë edhe nga jashtë. Benita mendon se pas largimit fshihet një hall real që nuk lidhet me formatin. Hygerta tha se e vërteta do dal vonë. Ndërsa Alba mbeti në mes të kësaj stuhje. Çdo hap i saj tani shihet në hijen e limit. Çdo nominim, çdo debat, çdo buzëqeshje lidhet me pyetjen, apo luan për vete apo për premtimin ndaj tij? Nata kur ai doli nga dera kryesore dukej si sken filmi. U kthye edhe një herë dhe tha: Mos harroni kush jeni. Por syt i kishte vetëm te Alba. Mbase ai po largohet për ta mbrojtur nga vetja e tij. Mbase po ikën për t'i hapur rrugë. Ose mbase po ndërton kapitullin e dytë të historisë jashtë kamerave. E vërteta mbetet pezull. Big Brother ka parë shumë largime, por pak kaq të paqarta. Limi nuk la pas vetëm valixhen, la një pikpyetje të madhe që rëndon mbi lojën. A do ta ndryshoj kjo rrugëtimin e Albës? A do të kthehet ai në zë? Në shtëpinë e Big Brother Kosova emocionet shpesh marrin formë të çrregull. Xhelozia vishet si pasion, kontrolli quhet për kujdesje dhe fjalët e ashpra justifikohen me arsyen më të vjetër në botë, e bëj se të dua. Por ka një kufi që nuk mund të ngatërohet me lojën. Ai kufi quhet dhunë. Ngjarja mes Limit dhe Dolces e kaloi pikërisht këtë kufi. Një zgjim i ashpër, fyerje, përpjekje për ta justifikuar agresionin me shprehje të vjetra popullore, me idenë se kush të shan e të lëndon, të do më shumë. Kjo fjali, e përsëritur për dekada në shoqërinë tonë, u dëgjua sërish dhe tingëlloi po aq e rrezikshme sa gjithmonë. Dolce nuk ishte personazh i një drame, ishte një grua e trembur që u përball me një sjellje poshtëruese në vendin ku duhej të ndihej e sigurt. Trupi i saj u bë terren ku dikush tjetër shkarkoi pasiguri. Sytë e saj të hutuar treguan më shumë se çdo fjalë, dhuna nuk ka asnjë lidhje me dashurinë. Banorët reaguan të tronditur. Disa u përpoqën ta qetësonin situatën, të tjerë e kundërshtuan hapur Limin. Për herë të parë loja u ndal dhe në qendër doli një debat shumë më i madh se nominimet. A kemi ende guxim të quajmë dashuri atë që është poshtërim? Limi u përpoq të mbrojë me fraza që shoqëria i ka ushqyer për vite, se ishte xhelozi, se ishte nerv, se burri e mbron gruan me forcë. Por fjalët e tij nuk gjetën jehon. Dhuna nuk mbrohet dot me folklor. Produksioni ndërhyri jo për të krijuar spektakël, por për të vendosur kufi. Psikologu i shtëpisë foli hapur me banorët për ciklin e abuzimit, fillon me fyerje, vazhdon me kontroll, përshkallëzohet në prekje të dhunshme dhe më pas kërkon falje në emër të dashurisë. Pikërisht ky cikël mban të bllokuara mira gra jashtë atyre mureve. Dolce gjeti zërin e saj disa orë më vonë. Ajo tha qartë: Dashuria nuk më zgjon me frikë. Nuk dua askënd që më ul. Fjalët e saj u bën manifest për shumë gra që po e ndiqnin nga jashtë. Në rrjetet sociale shpërthyen mesazhe mbështetjeje, kujtime personale, histori të hes. Ftura dhune që për herë të parë gjetën guxim të flasin. Kjo ngjarje tregoi se Big Brother nuk është vetëm pasqyrë loje, por edhe pasqyrë shoqërie. Aty u përplasën dy botë, njëra që ende beson se dashuria arsyeton gjithçka, dhe tjetra që thot me zë të lartë se dashuria pa respekt nuk është dashuri. Limi u detyrua të përballet me përgjegjësinë e veprimeve të tij. Të kërkosh falje nuk mjafton kur dike ke trembur. Duhet të pranosh gabimin, të kërkosh ndihmë profesionale dhe të mësosh forma të shëndetshme komunikimi.
Kjo është rruga e vetme. Dolce, nga ana tjetër, u kthye në simbol qëndrueshmërie. Ajo refuzoi normalizimin e dhunës dhe tregoi se dinjiteti nuk negociohet. Në atë shtëpi, përtej kamerave, u dha një mësim që vlen për çdo derë jashtë saj. Askush nuk të ha mishin e ta ruan kockën. Kush të lëndon, nuk të mbron, të dëmton. Nata e asaj ngjarjeje mbylli një kapitull iluzionesh dhe hapi një diskutim të domosdoshëm për shoqërinë tonë. Dashuria nuk ka shuplaka, nuk ka fyrje, në